Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi këtu në studion qendrore të televizionit Apollon. Së bashku do të njihemi me të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. I nderuar kryeministër, i nderuar ministri, i nderuar komisionerë, të nderuar pjesëmarrës, distinguished guests. Let me begin by expressing. Unë të filloj duke shprehur mirënjohjen për ftesën dhe për përfshirjen e prezencës së OSBE-s në këtë diskutim kaq të rëndësishëm. Dëshiroj të theksoj arritjet kryesore të bëra në mbrojtjen e të dhënave, miratimin e ligjit të ri për mbrojtjen e të dhënave në dhjetor të 2024-s, që shënon një hap përpara. Ky legjislacion tani është i harmonizuar plotësisht me rregulloren e mbrojtjes së të dhënave të BE-s dhe direktivat në zbatim të saj. Rezultati i bashkëpunimit disa vjeçar në udhëheqjen e institucioneve tuaja parashikohen në këtë ligj, i cili parashikon formën e përpunimit të dhënave, ndërkohë që forcon edhe të drejtën e mbrojtjes të individit. Duke reflektuar për bashkëpunimin tonë, vërej një bashkëpunim të frytshëm midis pranisë së OSBE-s në Shqipëri dhe institucionit tuaj, sidomos mbështetjen në identifikimin dhe në adresimin e çështjeve për mbrojtjen e të dhënave. Iniciativat tona janë përqendruar tek rritja e ndërgjegjësimit dhe qasjeve praktike në mbrojtjen e të dhënave dhe në hetimet, siç janë lidhja kryesore midis të drejtave të njeriut dhe teknologjive digjitale. Ky aktivitet na tregon se si teknologjitë prekin privatësinë, llogaridhënien dhe praktikën e institucioneve. Këtë verë ne ndërmorëm dy iniciativa. Njëra kishte të bënte me Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe një tjetër me prokurorët e përgjithshëm dhe prokurorët e medias. Këto dy aktivitete përmirësuan komunikimin me median dhe publikun. Kjo u realizua fal përmirësimit të aftësive të komunikimit nëpërmjet ushtrimeve praktike, të cilat shtuan vetbesimin tek komunikimi me median, tek përcjellja e efektshme e mesazheve dhe tek trajtimi siç duhet i informacionit konfidencial. Për më tepër, iniciativat gjithashtu ndihmojnë gjyqtarët dhe prokurorët të familiarizohen me ligjin për të drejtën e informimit dhe përgjegjësitë e tyre për të siguruar përputhshmëri. Kështu janë hedhur themelet për punën e vitit tjetër, ku ne synojmë të zhvillojmë edhe më tepër protokollin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe të asistojmë në hartimin e strategjisë së komunikimit për prokurorinë e përgjithshme. Prania e OSBE-s në Shqipëri mbetet e angazhuar për të vazhduar bashkëpunimin e ngushtë me institucionin tuaj, të përmirësojë qasjen e informacion që është thelbësore për besimin e publikut, për transparencën institucionale dhe për një mjedis demokratik. Ne jemi gati të ofrojmë më tepër mbështetje në këtë drejtim. Nuk dua ty në të thella, se pastaj bëhet se pastaj na thyet gota. Në qoftë se do flasim nëse do flas unë në këtë rast për çfarë ka të bëjë me lirinë e shprehjes dhe me këto pretendimet e tjera, por dua të them që në ndërkohë ne kemi marrë dhe një angazhim tjetër që tregon të kundërtën e asaj që thuhet nga gota gjysmëbosh, që ta dekriminalizojmë shpifjen për gazetarët. Nuk është se ka pasur ndonjë gazetar të goditur penalisht nga paditë e qeverisë në gjithë këto vite, as nuk ka pasur në fakt padi për gazetarët, sepse i kemi ndaluar të gjitha paditë për shumë vitesh, por kjo nuk shënohet në arsyet për të ndjerë të lirë dhe për të ndjerë me krah të lehtë në punën e gotës gjysmëbosh. Gjithsesi, ne do ta bëjmë dhe këtë hap tjetër, një hap që shkon në drejtim të relaksimit mëtejshëm të situatës së gazetarëve në tërësi,
edhe pse unë personalisht nuk besoj se këtu problem është liria e shprehjes, këtu problem në fakt është liria e shpifjes. Por kjo, thash, është temë jo për të tryezë dhe nuk duhet të thyej gotën tani. Kështu që shpresoj që i adresova disa gjëra, ka edhe shumë gjëra tjera natyrisht për të diskutuar në këtë kontekst. Por duhet i siguroj të gjithë që ne nuk jemi thjesht në kushtet kur shprehim vullnet, ne jemi në kushtet kur në mënyrë sistematike dhe këmbgulse përpiqemi që vullnetin e shprehur ta materializojmë me progres. Edhe në këtë aspekt kemi bërë progres të mjaftueshëm sipas meje për të qenë optimist se mund të bëjmë më shumë progres. Jo të mjaftueshëm për të thënë që shiko se juve po kërkoni qiqëra në hell se ne këtu kemi bërë një mrekulli, absolutisht jo. Përsëris unë i mirëkuptoj të gjitha ato që edhe sinqerisht i mirëkuptoj të gjitha kërkesat dhe ankesat, sepse në fundit ju e jetoni me këtë punë edhe nuk keni pse të jeni të kënaqur me ne, ndërkohë që ne e kemi për detyrë të jemi të kënaqur me ju në të gjitha rastet. Edhe nga takimet e sotme, më përforcohet bindja se ky potencial miqësie krijon momentin e duhur për të trajtuar të gjitha çështjet e ashtu quajtura të mbetura, si dhe ato aktuale, në mënyrë që të hapim sa më shpejt një kapitull të ri, duke parë përfundimisht të shkuarën tonë me syt e së ardhmes së përbashkët. Në këtë drejtim ne duhet të nxitim komunikimin me shoqërive tona, mjediseve akademike, grupeve të interesit, organizatave profesionale, njerëzve, studentëve edhe shkëmbimeve njerëzore që qëndrojnë në themel të marrëdhënies tonë. Duke qenë partner në NATO, të lidhur nga një traktat miqësie dhe me perspektivë përbashkët europiane, Shqipëria mbështet përfundimin sa më parë të çdo lloji reference ligjore atavike nga lufta e dytë botërore me pasoja në marrëdhëniet aktuale, e cila nuk pasqyron realitetin e marrëdhënieve tona si aleat dhe si miq, dhe dua ta falenderoj posaçërisht ministrin Gera Petritis për leadershipin e tij dhe për vizionin që ka për të krijuar një marrëdhënie me syt nga e ardhmja dhe duke i lënë pas narrativat e së shkuarës. Ky hap do të forconte më tej bashkëpunimin dhe vizionin ton të përbashkët europian. Është në Dubai, bashkë me Ergysin, janë në Dubai. Janë tek çunat e Dubait. Ermal Beqiri dhe Ergys Agasi, motra e Ergysit është drejtoresha juridike e Akshit, mos harroni, motra e Ergys Agasit është drejtoresha, dhe këta janë një rrjet i rrezikshëm shumë. Është drejtoresha juridike e Akshit që i rregullonte tendrat si s'deshte familja. Nuk kishte diskutim aty, po. Ergys Agasi me Ermal Beqirin kontrollonin me aparaturat e tyre të gjithë transaksionet e shqiptarëve. Cili do shqiptar që lëvizte, pra, kishin të gjithë databazin e bankave të Shqipërisë, e transfertave të Shqipërisë, dhe kontrollonin të gjitha këto. Parat që plaçkistin në Aksh, Ergys Agasi, Ermal Beqiri, Armand Frangu, përdorin si lavatrice Çopja, një
bashkëpunëtor të Çopjas, jo Francin direkt, po atë që ishte ngjitur me Francin dhe ishte njeriu i Francit. Kjo është e vërteta, por e vërteta është se këtë në mandate kallp, kryesorët, sepse Ergyll Sagasi ka 3 javë që ka ikë nga Shqipëria i njoftuar, ose nga Vlora Hyseni, ose nga Edi Rama, ose nga Altin Dumani. Një nga këta 3. Nuk e di cili. Nuk mund dhe dorën në zjarë, se cili është. Po këta kanë qenë njerëzit me konfident të ti. Ergyll Sagasi, që koordinonte të gjithë bashkëpunimin e Suel Çels, Elvis Doçin, Xhevdet Troplinit dhe bandave tjera, pra, histori si kjo nuk do të gjeni as në romane, as në filma, ju garantoj. Është larguar, thash, koka tjetër e mafjes, se kopshtit privat të Edi Ramës, Ermal Beqiri, edhe ai. Nuk e di, nuk kam djeni, janë ba kontrole në Surrel apo jo. Asnjë lajm. Nuk e di, është thirrë apo jo zonja Rama për të pyetur, kanë guxuar apo s'kanë guxuar? Sepse është e regjistruar. Është e regjistruar Geron Meçe, i thot bashkëbiseduesit se po, tu tendrat i përsakton zonja. Është e njohur ajo. Është thirrë së është thirrë. Imagjinoni vetë ju tani. Si përfundim, kemi të bëjmë me një krye hajdut si Edi Rama, të rrethuar nga një band hajdutësh, Lubi Balluku, Mirlina Kaçanaj, Ergyll Sagasi e të tjerë. Në Bashkinë Roskovec është organizuar konkursi Njeriu i vitit 2025, një nisëm që tashmë është kthyer në një traditë të rëndësishme për komunitetin. Ky aktivitet zhvillohet prej disa vitesh radhazi, duke vlerësuar individ që janë dalluar për kontributin e tyre në fusha të ndryshme të jetës shoqërore. Procesi i votimit realizohet në çdo njësi administrative, ku qytetarët japin votën e tyre për individët e nominuar në varësi të kategorikëve dhe titujve përkatës. Risia e këtij viti është shtimi i votimit online, duke u dhënë mundësi edhe më shumë qytetarëve të jenë pjesë aktive e përzgjedhjes. Kryetarja e Bashkisë Roskovec, zonja Majlinda Bufi, në një deklaratë për mediat, u shpreh se ky konkurs ka për qëllim vlerësimin e njerëzve që me punën dhe përkushtimin e tyre kontribuojnë në zhvillimin e komunitetit. Ajo theksoi rëndësinë e përfshirjes së qytetarëve në procesin e votimit. Sipas kryetares Bufi, iniciativa Njeriu i vitit është një mënyrë për të nxitur vlerat pozitive, solidaritetin dhe angazhimin qytetar në Bashkinë Roskovec. Ky është një aktivitet që ne e zhvillojmë në Bashkinë e Roskovecit për të disatën herë, mund të jetë le të themi viti 8 ose i 9 që ne e zhvillojmë.
Tashmë një traditë e krijuar në qytetin tonë, ku ne sipas një procedure që ka fituar stabilitet dhe qëndrueshmëri, ne arrim të nxjerrim sipas propozimeve të sektorëve përkatës me votim nga qytetarët. Tashmë kemi shtuar edhe votimin online, jo vetëm atë votimin fizik me kuti që bëhet në çdo njësi administrative, dhe nxjerrim qytetarët më të mirë të Roskovecit sipas një, po themi, nominimi që bëhet emër për emër. Ne tani kemi shtuar 10 titujve më të mirë, kemi shtuar dhe disa tituj të tjerë, si për shembull ne kemi për të tretin vit radhazi ne nxjerrim lexuesin më të mirë të bibliotekës. Këtë radhë kemi shtuar edhe startupin më të mirë, marr shkas edhe nga projekti që ne kemi patur dhe sapo është mbyllur, i financuar nga Bashkimi Evropian në Shqipëri, dhe ku është një vajzë e cila ka dalë si një nga, po themi, sipërmarrëset më të reja dhe më të mira si rezultat i mbështetjes që ka marrë nga ky projekt. Kjo është një traditë e cila do të vazhdojë në qytetin e Roskovecit dhe bën të mundur motivimin e qytetarëve të cilët janë kontributor në jetën e përditshme të qytetarëve të Roskovecit. Jam shumë e bindur që këto nuk janë thjesht tituj moral, por janë një feedback që qytetarët marrin nga jeta dhe nga kontributi i tyre i përditshëm. Po janë emra të cilët janë nominuar në grup, po themi kush janë 5 infermierët më të mirë që i jep Qendra Shëndetësore të Roskovecit, i japin, dhe këta 5 emra votohen nga qytetarët e Roskovecit, edhe fizikisht në kuti votimi, të cilat ne i vendosim pranë çdo njësie administrative, por edhe të votuar online sipas një procedure që ne kemi filluar ta realizojmë në një periudhë kohore të caktuar. Ka një interes të shtuar nga banorët e qytetarit për, po themi, këtë vlerësi moral që ne u bëjmë profesionëve të ndryshme në jetën e përditshme të roskovecarëve. Të shpallesh mësuesja e vitit është një emocion tepër i veçantë që nuk e përshkruaj dot me fjalë. Jam shumë e njohëse për këtë vlerësim, i cili realisht sot është më shumë se një çmim. Është një dëshmi që dashuria, përkushtimi dhe puna me zemër nuk mbeten asnjëherë pa u dhënë. Ndaj dua të falenderoj të gjithë ata që më vlerësuan, nxënësit e mi, kolegët, shoqërinë time, zyrën vendore arsimore Roskovec. Dua të falenderoj të gjithë komunitetin e Roskovecit. Një falënderim i veçantë i takon Bashkisë së Roskovecit për këtë organizim që na motivon dhe na ndriçon në jetën tonë, në punën tonë të përditshme. Dua të falenderoj të gjithë ju që besoni në fuqinë e dijes. Unë këtë çmim dua ta ndaj ose t'ia dedikoj edhe familjes time, të cilët kanë punuar dhe sakrifikuar për shkollimin tim. Por dua ta ndaj edhe me familjen time, në veçanti me bashortin tim, i cili është prezent këtu, që ka konstruar gjithmonë e punë, e ka arritjet e mia, dhe ka qenë mbështetja ime më e madhe në çdo sfidë dhe në çdo arritje që kam pasur. Ne jemi mësuar tashmë që në mënyrë shumë modeste, por shumë sinqerte në fakt, zhvillojmë aktivitetet tona që i kemi kthyer në një traditë shumë të bukur. Edhe ky aktivitet tashmë ka fituar qëndrueshmërinë e vet, është konsoliduar si e tillë, dhe ne jemi mësuar edhe sikur të mos duam ne ta bëjmë, nuk na lë qytetarët. Sepse janë ata që na thonë kur do bëhet aktiviteti, kush do shpallet të vi qytetari me një mirë sipas profesioneve. Dhe ja ku erdhi dita, momenti që ne përsërit jemi bashkë, dhe unë kam kënaqësinë që në këtë aktivitet të sotëm të kem edhe dy kolegët e nderuara, po quaj kolegë Gatilinën, ish kryetare e Bashkisë së Kurrelit, sot drejtoresha ekzekutive e Shoqatës së Bashkimeve të Shqipërisë, Shoqatës Kombëtare të Bashkimeve, kolegen dhe komshien tonë zonjën Juliana Memaj, kryetare e Bashkisë së Finalit. Shumë kënaqësi dhe faleminderit që jemi sot në Roskovec me qytetarët e Roskovecit. Gjithashtu kemi kryetarin e Këshillit që nuk është çudi, por kemi të përmirëshëm. Edhe pse segmenti i ri rrugor që lidh autostradën e Fierit me zonën turistike të Bregdetit të Darzezës shfrytzohej pa inauguruar si një mundësi e mirë për të krijuar lehtësi komunikimi për drejtuesit e automjeteve,
banor dhe vizitor të zonës turistike të Darzezës, ai është bllokuar për shkak të fillimit të punimeve të ndërtimit të urës së re të Povelqës, pa informim të mjaftueshëm për qytetarët dhe vizitorët nëpërmjet vendosjes së sinjalistikës së qartë dhe të dukshme në daljen e autostradës, gjë e cila ka bërë që për shkak të kësaj situate, dhjetra vizitorë vendas dhe të huaj të detyrohen çdo ditë të kthehen pas ose të ndjekin devijime të gjata dhe të ndërlikuara përmes rrethrotulimit të autostradës Levan-Vlorë dhe bypassit të Fierit për të rikthyer më pas në rrugën e vjetër që çon drejt zonës bregdetare. Ky devijim rritndjeshëm koston e udhëtimit, konsumon kohë, krijon stres për drejtuesit e automjeteve dhe cënon sigurinë rrugore. Është një rrugë e re që lidh bypassin me Darzezën dhe kjo rrugë është më shpejt, me kalon për 15 minuta je në Darzezë. Edhe në gjarë, për 10 minuta je në gjarë. Ky aks rrugor me rëndësi strategjike për zhvillimin e turizmit lokal aktualisht është funksionalisht i bllokuar pa sinjalistik orientuese dhe pa alternativa të lehtësuara qarkullimi. Vizitorët që vinë për të shijuar bregdetin e Adriatikut, ajrin e pastër të pishave dhe shërbime turistike të zonës, përballen me pengesa që dëmtojnë imazhin e turizmit dhe ekonominë lokale. U kërkohet institucioneve përgjegjëse që të marrin masa për të vendosur sinjalistik të qartë që fillim të gjatësisë së këtij segmenti, që drejtuesit e automjeteve të mos futen në këtë rrugë, si dhe të përshpejtojnë ritmet e punimeve në mënyrë që kjo situatë të mos vijojë të penalizojë qytetarët, bizneset dhe vizitorët e zonës. Migracioni mbetet një faktor kyç që formson realitetin ekonomik dhe social të Shqipërisë. Sipas anketës së migracionit të familjeve 2024 nga Instat dhe Banka Botërore, rreth 37% e familjeve shqiptare kanë të paktën një antar që jeton jashtë vendit ose është kthyer nga migracioni. Rreth 1.6 milion shqiptarë jetojnë aktualisht jashtë vendit, ndërsa mbi 108.000 persona janë kthyer në Shqipëri në 12 vitet e fundit, duke kthyer migracionin në një cikël të vazhdueshëm. Emigracioni prek më së shumti të rinjt në moshë pune, ku 75% janë meshkuj, kryesisht nga grup mosha 25-44 vjeç. Pjesa më e madhe e tyre janë të arsimuar, me rreth 18% me arsim të lartë dhe përpara largimit punonin në profesione me paga të ulta. Edhe pse emigrantët presin të fitojnë më shumë jashtë, të ardhurat reale janë më të ulta se pritshmëritë. Ata fitojnë mesatarisht 2.5 herë më shumë se në Shqipëri, por kursimet nuk i përmbushin pritjet e tyre fillestare. Ky realitet tregon se emigracioni është më shumë se një tendencë ekonomike, është një tregues i sfidave të brendshme dhe i kërkesës për mundësi më të mira jashtë vendit. Nën moton jeto gjelbër, jeto shëndetshëm, nxënësit e shkollës 9-vjeçare Kristo Vide Vajkan organizuan një ekskursion në manastirin e Ardënicës për të njohur nga afër vlerat kulturore, historike dhe natyrore të këtij siti historik. Ata vijuan në udhëtimin e tyre në Parku Natyror Divjak Karavasta, në përmbushje të tematikave mësimore me fokus mjedis i shëndetshëm, jetë e shëndetshme. Me mbështetjen e Bashkisë Divjak, ADZM Divjak dhe sektorit të administrimit të dhënave dhe përpunimit të informacionit FIER, ARM FIER, simbolikisht mbollën fidan të pishës mesdhetare. Nxënësit dhe mësuesit e lëndëve që i shoqëronin nëpërmjet punës së tyre përcollën mesazhe se ekosistemet kulturore, natyrore dhe mjedisore duhen mbrojtur dhe konsoliduar në funksion të së ardhmes dhe të brezave të ardhshëm. Kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Dhe doja të rikujtoja se televizionin Apollon mund ta ndiqni në të gjithë Shqipërinë nëpërmjet platformave Tring, Vodafone dhe One, gjithashtu në të gjithë botën dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet platformave IPTV, Alp TV dhe Mac TV. Mund ta ndiqni në rrjetet tona sociale, në Facebook, Instagram dhe YouTube, dhe gjithashtu live stream në apollon.tv.
Bashkë mirupafshim.